Përshëndetje miqtë mi. A jeni ju gati ta stërvisni trurin tuaj me gjëgjeza që ne kemi përgatitur për ju sot? Nëse jeni gati, le të fillojmë. Dhe mos harroni të kontrolloni përgjigjet tuaja në fund të videos. Aksidenti me makinë. Janari ishte ekstremisht i ftohtë këtë vit, me temperatura shumë të ulta. Të gjitha rrugët ishin të zëna nga ngrica ose dëbora. Mirëpo një ditë, një burr mori në telefon policin për të raportuar një aksident me makinë. Një oficer policie erdhi në vendngjarje dhe sa ishte gati të fillon të pyetjet, e zuri kolla. Shoferi hapi makinën e tij, mori një shishe ujë dhe ja ofroi atë policit. Mbasi u shqetësua pak, oficeri filloi të bënte pyetje rreth ngjarjes. Burri tha: "Dje mbas dite parkova makinën afër shtëpisë time, tha ai, por kur u ktheva sot në mëngjes, pjesa e përpara e makinës ishte e prishur totalisht. Unë di që komshiu im ishte duke pastruar çatin e tij, dhe gjatë pastrimit ai ka hedhur dëbor sipër makinës dhe e prishi atë. Unë duaj që të ngreja akuza kundër ti, tha burri. Komshiu i tij tha: "Unë me të vërtetë isha duke e pastruar atë, por makina jote nuk ishte këtu sot në mëngjes." Polici, pasi I dëgjoi të dy, e kuptoi menjëherë kush po gënjente. A mund ta gjeni dhe ju në 10 sekonda? Përgjigja. Pronari I makinës ishte duke gënjur që t'ja punonte komshiut të tij. Nëse makina e tij do të kishte qëndruar aty tërë natën, siç pretendonte ai, uji që ai I dha polici do të ishte I ngrirë. Shoku I mirë. Tomi mori në telefon pasi ishte shqetësuar për shokun e tij Benin. Ai tha që Beni sapo ishte kthyer nga një udhtim dhe sillej ndryshe dhe çuditshëm. Unë sapo mora një mesazh të çuditshëm. Mendoj se do ishte më mirë të vini dhe ju me mua. Kur policia e mori Tomin, ai I dha policit adresën. Tomi shtoi gjithashtu se nuk ka qenë kurrë në shtëpinë e re të Benit, pasi ai e mori atë direkt, pasi erdhi nga udhtimi I tij. Kur ato hyn brenda, ato panë që shtëpia ishte totalisht rrëmuj me objekte dhe mobile të prishura dhe të hedhura kudo. Madje kishte edhe boj të hedhur në një tapet. Kur policia shkeli gabimisht atë, Tomi e vuri re dhe tha: "Sa keq. Prit ju tregoj se ku ndodhet banjo." Por pas kësaj, policia arrestoi Tomin menjëherë. Pse? Përgjigja. Tomi tha që ai nuk ishte qenë asnjëherë tek shtëpia e re e Benit, kështu që nga e dinte ai se ku ndodhej banjo. I humbur në xhungël. Sara, ndërsa ishte në pyll, vuri re që kishte humbur. Pasi kishte orë të tëra që vinte rreth e qark pyllit, ajo vuri re 3 rrugë të ndryshme. Rruga e parë ishte mbuluar me lule dhe shkure me gjëmba të mbret. E dyta ishte mbuluar me mbeturina dhe plera të ndryshme, madje edhe nga xhama të thyera. Kurse rruga e tretë ishte mbuluar nga akrepa gjigant. Cilën rrugë duhet të zgjedh Sara? 10 sekondat fillojnë tani. Përgjigja. Ajo duhet të zgjedh rrugën e tretë. Edhe pse ato akrepa duken të rrezikshëm, ato nuk përbëjnë asnjë rrezik. Telefoni I humbur. Një polic ishte në një qendër tregtare kur dëgjoi dikë duke bërtitur. Ai vrapoi menjëherë për të parë se çfarë kishte ndodhur. Kur ai arriti pa një shitse dhe 3 klientë aty. Me sa duket, shitësja kishte gjetur një telefon dhe kishte bërë një lajmërim. Personat që ishin aty pretendonin që telefoni që ajo kishte gjetur ishte I tyre. Burri tha që telefoni duhet me ketë rënë nga xhepi.
Zonja tjetër tha që ishte telefoni i burrit të saj. Kurse vajza e fundit tha se telefoni ishte i saj. Pa pritur, zilja e telefonit të ra dhe shitja ja dha atë burrit që ishte aty. Pse? A do mund ta gjeni në 10 sekonda përgjigjen e saktë? Përgjigja. Personi që po merrte ishte gruaja e burrit që gjendej aty pranë dhe shitja ja dha atij telefonin. Shkallët. Deni humbi në muzeun e madh të qytetit të tij. Ndërsa ai po përpiqej që të gjinte një rrugë dalje, ai vuri re që ishte i mbyllur aty brenda në muze. Më në fund ai pa tripal shkallë. Shkallët e para ishin të mbuluara me lule me gjethe dhe gjëmban të bretë. Shkallët e dyta kishin lule të vogla që lëshonin një erë të keqe që nuk durohej. Kurse shkallët e fundit ishin të mbuluara me kaktuse të llojeve të ndryshme. Cilën nga këto duhet të zgjedhë Deni për të dalë nga muzeu? Përgjigja. Për të shpëtuar, ai duhet të zgjedhë shkallët me lulet e vogla. Edhe pse ato lëshonin një erë të keqe, ato nuk ishin të dëmshme, kështu që ai mund ta mbulonte hundën e tij dhe të largohej nga aty. Aratisja nga burgu. Aleksi kishte një vit që ishte në burg, dhe gjatë gjithë kësaj kohe ai po priste një mundësi të mirë për të shpëtuar. Një mëngjes vere, ai më në fund arriti të shpëtonte. Por shumë shpejt rojet ju vun pas Aleksit. Kështu që Aleksit ju desh të fshihej në një banjo grash. Duke parë këtë pamje, a mund ta gjeni ju se ku ishte fshehur Aleksi? 10 sekonda për ta gjetur. Përgjigja. Aleksi ishte i fshehur mbas derës së tretë. Ai nuk ishte nga të gjente një palë këpucë grash për të shpëtuar nga kjo situatë. Udhëtimi. Leni ishte i çmendur pas udhëtimeve dhe ngjitjeve nëpër male. Ky ishte hobi më i madh i tij, por gruaja e tij Ami e urrente këtë hobi. Ajo mendonte se ishte shumë e rrezikshme. Një ditë, shoku më i mirë i Lenit, Roberti, e ftoi Lenin në një udhëtim në mal. Leni, duke ditur që gruaja e tij do të ishte kundër kësaj ideje, i tha gruas së tij që do shkonte të peshkonte për peshk në liçenin më të afërt për disa ditë. Ami pranoi, por i kërkoi Lenin që t'i dërgonte asaj një foto të tij duke peshkuar. Me sa po të arritur në mal, Leni bëri një foto, e editoi atë dhe ja dërgoi gruas së tij. Kur Ami e pa atë, ajo e kuptoi menjëherë që ajo foto nuk ishte e vërtetë. Si e zbuloi ajo? Keni 10 sekonda kohë për ta menduar. Përgjigja. Ajo e kuptoi se jashtë ishte duke rënë borë, kështu që dhe tek liçeni më i afërt ishte duke rënë borë. Kështu që liçeni duhet të ishte i ngrirë dhe ai s'kishte si të peshkonte. Stuhia. Dikush hyri tek shtëpia e Kolit gjatë një stuhie dhe mori disa gjëra të çmuara që vlenin goxha. Koli telefonoi policinë dhe kur ata arritën, ato filluan të pyesin komshitë e tyre. Maria tha që jetonte vetëm dhe punonte nga shtëpia. Për më tepër, ajo nuk ishte dalë fare atë ditë jashtë. Deni tha që ishte një guzhënjer në një restorant italian dhe ai erdhi në shtëpi para gjysmore. Sofia tha që nuk ishte lëvizur nga shtëpia e saj pasi ishte sëmur. Kush ishte hajduti? A mund ta gjeni në 10 sekonda? Përgjigja. Ishte Maria. Ajo tha që nuk ishte dalë fare nga shtëpia e saj atë ditë, por kishte një çadër të lagur tek cepi i sallonit të saj. Mashtruesi. Agroni ishte një shofer kamioni.
Një ditë, ai u nis nga qyteti A për te qyteti B. Pa pritur, ai pa një burr të shtrirë anash rrugës. Agroni e ndaloi kamionin, zbriti dhe shkoi në drejtim të burrit. Pas disa çastesh, ai e solli burrin në vete. Burri tha që ishte nisur drejt qytetit A, dhe shoferi që e kishte marrë filloi të debatonte me atë. Pastaj, tha që shoferi më nxorri jashtë dhe unë vrava kokën, dhe humba ndjenja derisa erdhi ti. Kështu që ai ju lut Agronit ta çonte atë në qytetin A. Por Agroni nuk e besoi historinë e burrit, kështu që e la atë dhe u largua prej aty. Pse? Keni 10 sekonda për ta gjetur përgjigjen e saktë. Përgjigja. Burri ishte shtrirë nga ana e djathtë e rrugës, pra nga ana drejt qytetit B. Pra, nëse ai do të ishte vërtet duke shkuar tek qyteti A, ai duhet të ishte nga ana e majtë e rrugës dhe jo nga ana e kundërt. Qeni i humbur. Menti pranoi të ruante qenin e shokut të tij për aq kohë sa ai do të ishte jashtë qytetit. Ai e adhuronte atë, por gruaja dhe fëmijët e tij nuk e kishin qef fare qenin. Një mbasdite kur Menti erdhi nga puna, vuri re që qeni mungonte. Ai telefonoi policin menjëherë. Kur policia erdhi, e para që u mor në pyetje ishte gruaja e Mentit. Ajo tha, unë isha në gjumë gjithë ditën. Polici pastaj e pyeti, po fëmijët çfarë ishin duke bërë? Gruaja e Mentit tha, ato ishin gjithë ditën duke luajtur në kopësht, kështu që i thash të shkonin brenda për të bërë detyrat e shtëpisë që ato kishin. Policia kuptoi menjëherë që apo gënjente. Si? 10 sekonda për ta gjetur fillojnë tani. Përgjigja. Ajo tha që ishte duke fjetur gjithë ditën. Dhe nëse ajo vërtet ishte në gjumë, si mundi ajo t'i thonte fëmijëve të saj të shkonin të bënin detyrat e tyre? Aksidenti në pyll. Semi mori në telefon policin për të deklaruar që disa nga objektet e tij me vlerë mungonin. Kur policia arriti, ai i tha atyre historinë e tij. Shkova në pyll për të bërë camping dhe isha vetëm. Kur arrita, ngrita kampin aty kur papritur filloi të binte shi. Unë vrapova për të gjetur ndonjë dru të thatë, ndërsa kisha lënë çantën me dokumenta të rëndësishme në tent. Kur unë u ktheva, gjithçka mungonte. Policia nuk e besoi Semin dhe arrestuan atë për deklaratë fallsa. Si e kuptoi policia që Semi ishte duke gënjur? A mund ta kuptoni dhe ju në 10 sekonda? Përgjigja. Semi tha që e kishte ngritur tentën para se të fillonte shiu. Dhe nëse ishte vërtet kështu, pse kishte ujë brenda në tent? A jeni gati për të parë se si keni dalë? Le të shikojmë rezultatet tuaja. Nëse keni 0 deri në 4 pikë, aftësitë tuaja duan akoma përmirësim. Mundoheni të gjeni më tepër për të zgjidhur gjagjeza dhe shikoni sa më shumë të tilla për të përmirësuar ato. A është rezultati juaj nga 5 deri në 8 gjagjeza? Me sa duket, ju jeni ushtruar vërtet dhe keni zgjedhur mjaftueshëm gjagjeza. Është mirë, por mund të ishte akoma më mirë. A nuk mendoni dhe ju kështu? Dhe nëse keni 9 deri në 12 pikë, vazhdoni kështu për të pasur aftësi akoma më të mira. Pra miqtë e mi, a arritët ju të zgjidhni të gjitha gjagjezat? Shkruani përgjigjen tuaj poshtë te komentet. Dhe nëse e pëlqyet atë, bëjni share me shokët tuaj. Dhe mos harroni të bëni subscribe për video akoma më interesante. Ne do të shihemi herës tjetër me video në radhës.